Ka një gjë lirë që kemi të bëjmë me 45 vjet. Pra 45 vjet e cila ishte një sistem shumë i fortë, shumë i ashpër dhe ne nuk mund të themi dot pavarësisht kritikave që mund të kem, se e vëre edhe në kohët e sotme, nuk mund të mas aksionet e dikujt me kohën e sotme. Pra një pjesë e tyre nuk kam pasur faj, nuk kam pasur mundësi, sepse nuk ishte e lehtë, Jo. dhe se të njëjtën gjë gjykoj dhe shikoj edhe për çështje aktuale që nuk dua të ndalem, edhe pse kam shumë për të thënë, sidomos për situatat që po ndodhin në lindjen e mesme, por pra gjykohen me metrin e një njeriu që është në shtëpi në kohët e sotme, çka ka ndodhur para 100 vjetësh edhe më poshtë. Por gjithsesi, filloi mirë me sa kam parë unë, me sa kam lexuar dhe u mbyll në mënyrën më të keqe, sidomos me pjesën e 92-shit e mëtej që njerëz që nuk kishin dhënë kontribute, njerëz që kishin qenë pjesë e sistemit dhe pjesë e sigurimit të shtetit me sa kam parë, u ngritën në nivele drejtuese, madje shumë njerëz të asaj kohë që kanë përjetuar thonë që një pjesë që kanë qenë të infiltruar direkt në sigurimi ishin të grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Ishin nga kryesia parë. Dhe kryesia e të tjerë. Pra, unë besoj që kjo ka qenë zanafilla e gabuar dhe aty u shua çdo gjë që mund të ndërtoj gjithçka mirë, sepse nëse ti e krijon që në themel një strukturë kaq të dobët, dhe një strukturë që është ndryshe nga e kaluara në letër, por është me të njëjtët persona që kanë qenë pjesë dështimeve të kaluarës, automatikisht nuk mund të bësh diçka më mirë. Por idealet atyre të rinjve, me sa disa i kanë idealet është fjalë shumë e madhe. Erber, se ti nuk ëndrat. Ëndrat, po i heq fjalën ideale. Do të jemi sinqert. Nuk ishte ideal dhe nuk ka ideal ky vend, se po të kishim një minimum idealizmi, nuk do të ishim këtë gjendje që. I them ëndrat, e heqim. Tash ti, ajo ishte se unë kam përjetuar, më fal se jam më i madh. Ti e di më mirë dhe. E kam përjetuar. Ka qenë një mini minorancë që kishte një lloj as idealizmi, po të them, por një lloj fryme dhe një lloj revolte për këtë pengesë që i bëj regjimi për këtë frymë perëndimore.